A mund të ketë ndonjë përgjegjës, se mirë dakord falet, se thot presidenti botës dhe falet ky. Po a mund të ketë ndonjë përgjegjës për genocidin në Gaza? Apo kjo marrëveshje u mbyll përfundimisht? Ajo që solli çështën deri në këtë pikë që tulet presidenti Trump me 20 lider, me liderët e rajonit arab, nuk ishte Hamasi, po ishte krimi i madh që bëri Izraeli. Sigurisht që Hamasi me 7 tetor bëri një akt terrorist kriminal të pastër, po 735 ditë tjera ishte Izraeli që bënte terrorizëm, gjenocid. Dhe sot ke Bibi Netanyahu, Galantin dhe shefin e shtabit të akuzuar për krime në luftë në gjykatën ndërkombëtare. Izraeli ka humbur atë që me zore ka fituar gjithë botën. Gjykata ndërkombëtare ka marrë dhe Thacin me... Po patjetër. Po nuk është aq e thjeshtë, sepse shiko, është pyer një mit. Izraeli është trajtuar si viktimë e gjitha kombave, gjithë historitë, ndërsa për herë të parë Izraeli del komplet në krahun e kundërt. Kështu që kjo nuk është çështja aq e thjeshtë. Dhe presidenti Trump, ashtu siç e tham gjatë bisedës tonë, ku përshfaqe inserti, nuk bëri një fjalim politik, po bënte qoka. Bibi është burr i mirë, po edhe Labidi është burr i mirë, po ti president shiko, fale këtë të njëjtën gjë bëri edhe me Sisin. Kur shkoi takoi presidenti egjiptianët, ky është një njerëz që unë e dua shumë se është edhe ushtarak i mirë, po është edhe president i mirë, pavarësisht. Po pra, ideja është që të uli tensionet. Po ndaloj. Lufta Serbi-Kosove ka ndaluar Trump. Ja, tash. Sinë madhe që e tha për atë marrëveshjen e 1 shtator. Po ndalua luftën thotë Serbi-Kosove. Ka qenë gati lufta. Knaqet sa i shkëlqejnë syt sa shef një autokrat dhe një diktator. Çështja në fakt më shkruajnë që nuk e ka për Gazën. Okej, ti do vazhdosh. Nuk e ka për Gazën, ajo që thash unë. Është gabim. E ka për një çështje të brendshme. Nuk e ka për atë akuzën për korrupsion. Janë tre procese shpërdorim të tyre për korrupsion dhe Izraeli ka gjykata të forta. Netanyahu shpalli ligjen e luftës dhe për këtë arsye nuk shkonte të paraqisten në gjykatë. Sa u bë pakti pari paqes në janar, kur filloi, e thirrën në gjykatë. Dhe ky është problem. Para është kombi, pastaj aty janë gjykatë. Po patjetër. Çështja është kjo që Izraeli ka humbur atë që me mund e ka fituar gjatë gjithë kohës, nuk është aq e thjeshtë. Shoqëria izraelite është në një ndarje të brendshme fatale që nuk ka ndodhur asnjëherë. Edhe presidenti Herzog para pak kohësh tha, po të mos ndodh, të mos kthehemi në ditët para 7 tetorit, kur ishim gati në prag një lufte civile. Mos harroni që Izraeli është një popull që ka një histori të madhe, po mos harroni që ekstremistët izraelit kanë edhe gjithashtu histori të madhe. Ekstremistët izraelit ekstremistët janë vëllezër ekstremistë. Po patjetër, po Izraeli është gjë tjetër pra, se ne jemi mësuar ta flasim si të vetëm demokraci në botë, në lindjen e mesme. Izraelitët janë njerëzit që kanë vrarë presidentin, Yitzhak Rabinin, po kur e vranë, kur bëri marrëveshjen me Palestinë. Izraelitët gjatë kësaj kohe që po flasim, kanë kërcënuar dhe është marrë në mbrojtje të shërbimit sekret izraelit Ben Gafiri, ish ministri i mbrojtjes. Pra ka një përplasje, është kërcënuar disa herë Netanyahu gjatë kësaj kohe. Ka një përplasje shumë të madhe brenda. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleati kryesor, po mundohen ta zbusin këtë konflikt brendshëm politik, duke lëshuar nga gjithë anët. Edhe populli lodhur, se me qenë 10 milion banor dhe me shpall luftë gjithë të vendeve arabe, edhe me vazhdu 2 vjet, është populli lodhur, prandaj u prit ai aq mirë. Duhet themi edhe diçka, se nisi pak zoti Abilekaj. Izraeli shkatroi Gazën, por nuk e fitoi luftën. Ke 66.000 të vrarë, 40% janë fëmijë. Nuk ka asnjë shifër zyrtare, qoftë nga izraelitët, sa njerëz të Hamasit janë vrarë. Hamasi për këto 2 ditë kanë nxjerrë 7.000 vet. Dhe po të armatosur në rrugët e Gazës dhe po vendosin rendin. Atëherë ku është ai pakti që foli në Knesset presidenti që Hamasi do dorëzoj? Do mbaj njëri përgjegjësi për këtë. Ku do e dorëzoj armët? Është shatë miq tuaj. Do mbaj njëri përgjegjësi për këtë. Po do ta shohim pra, po kush do kush do të zëvendësoj? Me Hamas më su merr se nuk do merret historia më me ata. Jo, po pas me Bibis merret njëri, por sa su mor me Sharonin. Historia do merret me gjenocidin e madh që është bërë. Dhe nuk ka rëndësi, domethënë nga cilat do ndodhe, do merret. Por çështja është kjo, çfarë mendoj unë? Në qoftë se do vazhdoj plani dhe do jetë suksesshëm plani i presidentit Trump, Hamasi do kthehet siç u kthy Fatahu, nga një lëvizje militare armatosur në një qasje politike, në një qasje politike dhe do marrë pjesë. Palestina ka fituar shumë sot. Patjetër.
fituar shumë. Faktorizuar në gjithë botën. Dhe askush nuk mund t'ja bën të këtë përveç Jepet fund genocidit normalisht është shumë. Pse ishte qasje biznesit fituse? Sepse ai preu burimet e financimit të Hamasit. Kush? Dhe më thonë, me ndërhyrën e vetë, i financimet nga Katari, nga Turqia, nga Irani. Tani, këto janë, shiko, mentor, ne kemi diskutu këtë. Po pse pati Hamasi ka pas mbështetje politike nga Katari, se është diskutu edhe që Hamasi mbështet nga Irani, nuk është mbështet nga Hamasi nga Irani. Hizbullah është mbështet nga Irani. Hamasi ka qëndruar brenda vetës Andari dhe Hamasi e ka treguar që në fillim të herës, sinuari, tha ne jemi përgatitur për luftë gjatë. Dhe vërteta është që edhe para, sepse nuk është ushtri e sistemuar, grup militar është, edhe para se të bëje kjo marrëveshje, Hamasi lëshonte preda. Ato preda, gjitha janë prodhim i brendshëm artizan. Nuk kemi parë në tek Hamasi Palestinë armë që ndodhin. Armë që i ka prodhuar vetë, ka ngritur fabrika e tjerë. Çështja është si do demilitarizohet Hamasi, kush do ta qeverisi Gazën dhe çfarë garancie ka bashkoa me zotin Abilek. Nëse nuk ka zgjidhje me dy shtete, aty nuk ka për të pas kurrë. Këtu, shiko se ne... Dhe më falë, dhe një fjali, presidenti Trump kërkoi të shkojë larg. Hapi kutinë e marrëveshjeve Abraham për të bërë një paqe të madhe. Nuk ka për të pas paqe aty, nëse nuk mbyllet çështja e Palestinës përfundimisht. Nuk ka për të pas paqe në rajonin. Jo, vetëm një fjali. Mban mend evolucionin e qasjes Trumpit për zgjidhjen e problemit. Pra nga një zgjidhje që nuk kuptonte një resort madh atje, nuk e di kush do e financonte në Gaza, po shkojmë në një zgjidhje si kjo që është cilësisht tjetër. Zgjidhja me 20 pika është cilësisht tjetër. Pra nga ajo zgjidhja ku pritesh vinin refugjat edhe këtu, Gazan edhe në Shqipëri, kemi zgjidhje tjetër e cila lë të hapur mundësinë e dy shtete. Pra nuk është evolucioni i madh. Shiko, kjo është testë shumë e gjerë, u zgjodhi marr fjalë. Po mund të arrijmë edhe një pjesë që Hamasi të ketë një administrim krejtësisht ndarë nga bregu perëndimor. Dhe bregu perëndimor mos jetë ai që është sot, po ndahet ai. Domthonë çështjet janë në vazhdim. Nëse do të duhen kulla në gaz, ne kemi specialistin e çojmë atje. Dhe zgjidhim. Po aty i bën Kushneri. Zgjidhim ne, po jo më kemi tonin ne çfarë? Jo më çka aty Kushneri. Flas për kulla, për grim Kushneri aty. Për kulla dhe për gjitha. Tani, kjo si gjysmë marrëveshje çfarë mund ta quajmë? Është akti i madh historik. Deklarat bashkëpunimi. Kjo deklaratë, si thotë Gjinishi, mund ta quajmë fitore për ndonjërin pala nga të dy palët. Për të dyja palët është fitore. Është fitore për të dyja në një farë mase për të dyja palët është. Sigurisht. Këtë s'më përgjigje që asnjëri 67.000 njerëz të vrarë dhe të masakruar, a do ketë përgjigjes për këtë? Jemi në shekullin e... Shiko, liderit e Hamasit pothuajse janë vrarë që të gjithë, ato që ishin në luftë, që ishin në luftë. Pothuajse janë vrarë që të gjithë. Madje edhe ato që ishin lider politik, përfaqësuar politik janë vrarë. Këta që vranë pjesa tjetër e Izraelit. Pjesa e Izraelit, po them. A do jetë përgjegjëse? Pjesë patjetër, unë mendoj që do jetë përgjegjëse, nuk ka për të mbyllur ajo pjesë. Do keni zgjidhje dhe sepse duhet edhe bota duhet i vë fresh që raste të tilla mos përsëriten më të ardhmen. Po mos mendoni që Izraeli mos mendoni që Bibi do vdesin hak, domethënë, këtë mos e mendoni. Do presim të shohim. Ndoshta, e vërteta është një faktor ajo ka qenë një vatër ndezur vazhdimisht dhe e vërteta le ta shohim dhe pak me skepticizëm. Zoti Rakipi, e vërteta është kjo donë që përtej kritikave që kemi ne për retorikën e presidentit Trump, ai anashkaloi një konflikt që nuk ishte më Hamas-Izrael. Edhe kishte plotësisht të drejtë kur tha anashkalova mundësinë e një lufte tretë botërore në lindjen e mesme. Absolutisht. Kemi dëgjuar për plane... Arabia Saudite bëri marrëveshje bashkëpunimi ushtarak me Pakistanin para një muaji. Dhe marrëveshja kishte brenda jo vetëm mbrojtjen reciproke, por edhe rrezikun e kësaj çështje. Por edhe pajisjen me armë bërthamore në rast lufte. Kishte brenda.